e para disa vitesh që të mendohej pra që xhamit do t'jem plot rini dhe tek këtu do gjendet në një moshë tretë. Kemi një raport gati të shprishur në pak vite midis moshës tretë dhe rinis. Dhe rinia agjeron, Hoxha. Është mëse vërtet që rinia agjeron dhe në shumë të në rasteve muaji Ramazanit ka qenë ajo baza ose fillesa për ndryshim të shumë njerëz cilët i kanë vërejtur, veçanërisht tek të rinjët. Ata pas Ramazanit shumë prej tyre kanë filluar të falin namazin, ose të lejnë ndonjë mëkat shumë të madh, kanë filluar të interesohen më tepër rreth Islamit, ndërsa sa i përket raportit në mes, domethënë më të moshuarve ose moshës së tretë dhe të rinjve në Islam, ne mund ta shohim këtë në të kaluarën. Ka qenë diçka e pamundur dhe një nonsens që një i ri ta gravitoj xhamin. Edhe për faktin po, sepse jeta e një të moshuar ishte kufizuar në raportet e veta, në relacionet me përditshmërinë, me interesat. Është më ashtu, ndërsa jeta e triut është një jetë me kontakte të fuqishme, me dinamikë të fuqishme. Dhe unë mendoj se kjo ndonjëherë pa drejtësisht ose disa njerëz për shkak të keq kuptimeve, keq interpretime, por disa edhe prej dashaketësisë që mendoj se është një pakicë, i friksohen kthimit të rinjve në Islam ose praktikimit masiv tek rinia që po ndodh sot. Ne mund e kemi pasqyrën tonë, shëmbëltyrën tonë Muhamedin a.s. Shokët, përcjellësit besnik, sahabët e tij kanë qenë të rinj. Njerëzit cilët janë gjendur afër në momentet më të vështira kanë qenë të rinj. Dua të them se rinia përveç se është e tashme është edhe ardhmja e vendit. Konsideroj që tek ne ka një gjallërim, ka një ngritje të vetdijes sa i përket konkretisht Islamit, po pse jo dhe agjerimit. Çdo herë më shumë shoh njerëz që kanë gatishmëri më të madhe të agjerojmë, që besa disa dhe kanë gatishmëri mirë, po nuk e di për një arsye ose një tjetër ende nuk agjerojnë. Unë vetëm hoxhallarët e nderuar i cekën shumë mirë, domethënë mësimet fetare të cilat rrjedhin nga Kurani i Madhërisëm dhe praktika ose hadithet e profetit, mua më kujtua praktika e përcjellësve besnik të profetit Muhammed a.s. sepse ata janë shëmbëltyra jonë, ne ata duhet t'i shiqojmë besnikrinë e tyre, devotshmërinë e tyre. Ata 6 muaj janë përgatitur për Ramazan, që ta presin Ramazanin me ibadete, me adhurime, ndërsa pas 6 muajve kjo janë lutur që Zoti t'ja u pranoj këtë adhurim, kjo diçka madhështore, çfarë interesi kanë treguar ata për këtë muaj. Unë mendoj se kuptimet cilat shpesh edhe xhallarët e nderuar i kemi ndëgjuar nga ta për këtë muaj dhe në përgjithësi për Islamin, ne vetëm nëse i kthehemi njerëzve të cilët e kanë praktikuar Islamin, kanë lënë shembuj edhe gjurmë në historinë e njerëzimit, mendoj se vështirësitë komplekse dhe problemet me cilat ne si tri shpeshherë ballafaqohemi, stereotipet, paragjykimet, duhet t'i largojmë, se ne duhemi të mburemi me atë gjenerat të ardhur. Nuk kemi pse të marrim shëmbëltyra tjera në aspektin e besimit, ne mund të marrim në inovacion. Ka vende të cilat janë zhvilluara, për shembull, shpeshherë me miq të mi them, për shembull, pse nuk e marrim ne Finlandën si shembull se kanë shkollimin e mesëm më të mirë në botë. Mirë po sa i përket sinqeritetit, besnikrisë, ne i kemi shokët e profetit, ne i kujtojmë shokët e profetit në udhëheqjen e shtetit, siç ka bërë njëri nga shokët më të mirë të tij, Omeri. Ai friga e tij mos pjohin njerëzve në hak e ka shtyr që të rrezikoj shumë edhe për pushtetin e vet. Dua të them, këta janë shembuj me të cilët ne duhet të ushqehemi.